Në famillinë në Shën Pjetrit e Palit në Gjakovë mbajt mesha solemne në nder të Shëndout, shejt i dashur për të gjithë besimtarët katolik. Kjo mbrëmje mblodhi qindra besimtar, jo vetëm nga Gjakova dhe rrethina, por edhe nga qytete të tjera të Kosovës dhe nga diaspora shqiptare. Mesha u përcoll nga Patër Aleksandër Tanushi, i cili përmes fjalës së tij të frymëzuar përcolli mesazhe besimi, dashurie dhe shpresë duke theksuar rëndësinë e ndërmjetësimit të Shëndout në jetën e përditshme. Një ndër këta shenjtë është edhe Shëndau, që sot me gëzim e festojmë festën e tij, në këtë kish kushtuar pikërisht emrit e tij, duke përkujtuar dhe duke e kërkuar ndërmjetësinë e tij tek Ati ynë qiellor. Prandaj është shumë e rëndësishme të dimë se kush është ky shenjtë i cili është kaq shumë i përzemërt për popullin ton shqiptar dhe për botën mbar. Edhe pse vdiq në moshë të re, vetëm 36 vjeç, atë e njohu dhe e njeh gjithë bota. E si u be kaq i madh devocionin ndaj shenjtit Shëndau. Jo vetëm se Shëndau është shenjt i mrekullive, por edhe se ai i është kthyer popullit, të varfërve, nevojtarëve, të vuajtërve, skamnorëve. Të pranishmit i lutën shenjtorit për paqe në familje, shëndet dhe përkrahje në sfidat jetësore, duke ruajtur gjallë traditën dhe besimin që brez pas brezi, për cilët me përkushtim të veçantë. Festa e Shëndout vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të dashura dhe më të respektuara në kalendarin fetar, që bashkon zemrat e shumë shqiptarëve kudo që ndodhen.